Sot me një ceremoni solemne, Eurograniti AG në Landovicë bëri promovimin e investimit më të ri të kompanisë. Makinerin GMM Extra 480 në 3 teknologjia fundit italiane, e ku ishin të pranishëm në kryetari komunës Kujtim Gashi, Kleri Fetare, Safet Skenderi dhe Sheh Ismaili dhe mysafir të shumë dhe bashkëpunëtor të kompanisë. Fillimisht të pranishmit i ka përshëndetur drejtori i Eurogranitit Recep Thaçi, duke theksuar se përmes kompanisë është një nder i veçantë ku mirënjohja veçantë ju drejtohet të gjithë klientëve që na kanë besuar që nga themelimi i kësaj kompanie. Falenderojmë për pranimin tuaj në këtë event të cilin për ne përbën një nder të veçantë. Mirënjohje veçantë u drejtohet të gjithë klientëve tanë, të cilët na kanë besuar që nga themelimi i Eurogranitit BIZ AG. Është i përhershëm pasi fjala jush kemi arritur të zhvillojmë dhe ne të jemi aty ku jemi sot. Ky event nuk do të kishte të njëjtën rendim dhe kuptim pa pjesëmarrjen tuaj dhe pa kontributin e vazhdueshëm që nga dhënia ndër vite ju shprehim falënderimet tona më të sinqerta bashkëpunimin dhe besimin për kushtimin që tregon ndaj nesh. Ju falenderoj shumë dhe një herë për zemërsisht gjithëve. Shumë faleminderit. Anon kryetari Kujtim Gashi u shpreh se jemi në njërin prej bizneseve të suksesshme të Prizrenit, siç është Eurograniti AG. Sigurisht që është një partner i komunës për zhvillim ekonomik dhe kam kënaqësinë të jem në emër të kryetarit dhe të komunës së Prizrenit për mbështetje të kompanisë që me forcat e veta po e zgjeron biznesin. Fal punës së madhe që ka pasur këto vite të fundit, por edhe për krahjes infrastrukturore ne si komunë kemi bërë në këtë territor. Faktikisht jemi në Landovicë në një prej bizneseve të suksesshme të Prizrenit të Eurograniti me pronar Bosën e Regjë, sigurisht një partner yni i zhvillimit të Prizrenit në kuptimin ekonomik dhe sigurisht që kam kënaqësi në emër të komunës, në emër të kryetarit të jem sot këtu për me mbështet këtë kompani që me forcat veta po e rrit dhe po e zgjeron biznesin normal fal edhe punës madhe që ka pas këto vitet e fundit, por edhe për krahjes infrastrukturore që eventualisht ne si komune kemi bërë në këtë pjesë dhe në këtë territor. Regja bashkë me vllazën dhe familjen ka një numër edhe të punëtorëve dhe sigurisht që komuna në raste të tilla nuk ka se si mos të mbështet edhe të jetë edhe i pranishëm në raste kur zgjerohet biznesi dhe sot jemi në këtë momentum ku kjo kompani me pajisje të reja, me makineri të re, po e zgjeron edhe po rrit biznesin. Eurograniti gjendet në kilometrin e 5 të rrugës magjistrale Prizren-Gjakov përkatësisht në fshatin Landovicë. Eurograniti merret me përpunimin e të gjitha llojeve të granitit, mermerit dhe kuarsit të klasës më kualitative për shtëpitë, banesat, lokalet tuaja si dhe eksterjer apo për interjer, me një përvojë shumë vjeçare të trashëguar familjarisht. Përkushtimi ynë në këtë fushë nuk ka të ndalur. Vazhdimisht jemi të përkushtuar pas punës që të jemi në trendet më të avancuara në Evropë, qoftë me cilësi ose me makineri për përpunimin e mermerit. Jemi një staf profesional dhe me përvojë në këtë fushë. Në çdo kohë dhe në çdo vend jemi të gatshëm për bashkëpunim dhe për të ndihmuar konsumatorët tanë. Garantojmë për punë që kryejmë me plot përgjegjësi dhe të jeni të sigurt se për juve bëjmë përzgjedhjen e mermerit ose të granitit të cilësisë më të lartë, siç është edhe slogani ynë dhe fal kësaj makinerie GMM Extra 480 në 3 teknologjia fundit italiane, ne do të kemi edhe një cilësi dhe përkushtim më të madh për klientët tanë. Shiritin e përurimit e pren pronari Recep Thaçi, nën kryetari Gashi dhe Kleri Fetar.